Komentues të shumët anonim, të cilët u quaj brejtësit anonim të regjimit, shpesh herë më bëjnë komente të shumta, madje të tepërta, të natyrës dhe tipit o Galdini, o dështak, o njeri kohë, ti s'vlen, ti s'bën, ti e kohë dhe do dështosh përjetësisht. Ndaj unë në 1 minutë po u përgjigjem atyre. Po, unë jam Arjen Galdini dhe jam kampioni dështakve. Po, unë jam kampioni dështakve. E kam marrë të titull me djerë, se kam fituar pa kompromis, pa servilizëm, pa puthje duash dhe pa i shërbyer asnjë burgu apo çifliku partish. Unë që pas kam dështuar në politikë sepse nuk u bëra i përkëvelur i oligarkëve, as kukull në studiot e regjimit, as dekor në pazaret e pushtetit, të shërbimeve sekrete të huaja apo të fondacioneve të huaja. Ndërkohë që të dështoja çuditërisht, shkroja libra, artikuj, më ftoj në Kongresin Amerikan, në Bundestag, në Bruxelles, në Rom, në Londër, më dëgjoni dhe më takonin profesor, akademik, diplomat, ambasador, politikan, por sërish sipas jush dështak. Sepse nuk u zgjodha, nuk u shita, nuk u bleva, sepse refuzova të jem mas në karnavalet politike, sepse nuk pranova të bëhem i njohur duke u bërë i pështirë. Unë jam kampioni atyre që nuk luajnë pis për të fituar pastër, e atyre që nuk bëjnë nami dhe gjithçka për famë, pasuri dhe pushtet, e atyre që zgjidhin të jenë të drejtë, jo të famshëm, jo të pushtetshëm, jo të pasur. Po, unë jam kampioni të shtakëve, por në një botë të përmbysur, ndoshta ky është titulli më i lartë që unë mund të mbaj.